edhe një fëmijëri që vërtet ka marrë shumë dashni prej prindërve. Me ne dhe me ju sot do t'jetë Atifete Sylla, psikologe klinike. Si përjetuat këtë divorc, ishte një vendim i gatshëm apo jo? Vërtet është e dhimbshme, vërtet është shumë i rëndë. Mendoj si ka marrë vendimin më të mirin. Ke marrë parasysh se një divorc shkakton edhe traumat të fëmijës. Lidhja ose martesa vërtet ishte toksike dhe nuk... Raportesh sot keni me ish bashkëshortin tuaj dhe vajza? Gjithmonë raportet i kom pas shumë të mira, nuk kom pas atë ndarjen me zhurma, vajza. Pavarësisht nëse është edhe babai më i keq në botë, Ai është baba dhe nuk mund ta zaventon askush. Planifikimi një nëne të re për të kryer vetvrasje. Big Brother vërtet nuk është se është një ndër temat e preferuara të mia. Jeni ndrejsh me gjenetën ajo? Përgjigja pas reagimit të saj, mungesa e edukatës, ja. Si e vlerësoni fitoren e gjestit? Edhe çfarë mendimi keni konkretisht për gjestin? Për formatin që është, e ka të merituar. Çka nëse vitin e ardhshëm të shohim ty në Big Brother? Po besoj si nuk ndodh.